gjithshme. Do të kishin të qartë se që të kishte sukses kryengritja, duhej siguruar një përkrahje nga jashtë, sepse gjithmonë kryengritjet shqiptare ishin sabotuar nga fuqitë e mëdha. Po, si e priste Evropa një kryengritje shqiptare? Vjena përkrahte vetëm një lëvizje kulturore. Ballkani gjoja nuk i interesonte Londrës, prandaj ajo nuk mund të përkrahte një kryengritje shqiptare. Ndërsa Parisit dhe Peterburgut i interesonte të ruajë tërësia e perandorisë osmane. Një tragjedi edhe më e tmerrshme se ajo e vitit 1878, po luanin fuqitë e mëdha mbi trupin e gjakosur të Shqipërisë. Gazeta Dielli shkruante: "Pushka është e vetmi armë që duhet të përdorim për të fituar të drejtat tonë." Kështu, Shqipëria po fillonte kryengritjen e fundit për liri, e vetme dhe pas një alarm. Parapja e kryengritjes solli domosdoshmërinë e bashkimit të gjitha forcave kombëtare në një qendër unike. Ky bashkim i dëshiruar nga të gjithë patriotët shqiptar u arrit në mbledhjen e Junikut. Fjalët e Bajramcurit në këtë kuvend: "Jam shqiptar dhe s'kam mendu kurrë veçse si shqiptar", qenë si shiu i verës që rigon mbi tokën e zhuritur. Lufta na është bërë detyrë derisa ta fitojmë. Kjo ishte motoja e kuvendit. Ç'përmbante programi i kryengritjes që u miratua në kuvendin e Junikut? Të njihen kufijtë e Shqipërisë. Të ngrihet në Shqipëri flamuri kombëtar. Në punësit e huaj të zëvendësohemi në punët shqiptar, gjua shqipe tjetë gjuhë zyrtare. Qershori 1912-ës erdhi me të shtëna të shumta. Forcat kryengritëse të Gjakovës nën komandën e Bajramcurit sulmuan 4 batalionet armikut në qafë të Prushit, duke i shkaktuar atij 300 të vrarë. Për këtë fitore, Hasan Prishtina shkrua: "Nga dhënimi ynë ishte aq i plot sa i dha shpirt e zemër krejt popullit." Plagët e kryengritjes përfshin gjithë Shqipërinë. Komitetet kombëtare në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut shtuan veprimtarinë e tyre duke mobilizuar masat popullore për kryengritjen e përgjithshme. "Duam të drejtat tona dhe do t'i kërkojmë derisa të shuhemi që të gjithë." Kështu betoheshin kryengritësit në Kosovë, Dibër, Mirdit, Kurvelesh, Çamëri, Gjirokastër, Korçë, Elbasan, Berat, Përmet, Gorë e Çermenik. Në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut, kryengritësit në ndrejtimin e Abdit Optanit, Dervish Himës, Namik Delvinës, Themistokli Gërmenjit, Spiro Bellkamenit, Muharrem Rushitit, shtuan përpjekjet me armë kundër pushtuesve shekullor. Lumejnë të gjakut të rënëve po e bënin Shqipërinë. Me armë në dorë, Shqipëria qëndronte. Boletini, një simbol tjetër qëndrese. "Unë jam mirë kur është mirë Shqipëria." Do fjalë të Isa Boletinit përmëzuan 1500 kryengritësit e rrethuar nga 4000 osmanlli. Çdo gurë, çdo frëngji flet shumë për atë mëngjes korrikut. 13 orë vazhdoi lufta. Armiku sulmonte me mitrolozë e artilleri të sjellë nga Shkupi. Mbi 1200 gjyle goditën Boletini, por kryengritësit nuk u dhanë.
Boletini rezistoi. Isa begi del n'ket, sirfe po pisket, ej moj loke, mos ki der, qëndro loke e ban gajret, kena lena për me tek. Rëngritje e përgjithshme e tronditi regjimin John Turk. Në 17 korrik 1912, qeveria dhe Toreqen ndërpreu operacionet luftarake. Nis kështu shlirimi i qyteteve. U shlirua Gjakova, Prishtina, Prizreni, Dibra, Mitrovica, Vuciterni, Kruja, Fieri, Përmeti. Në kuvendin e unikut, që vendosur se ndalesa e fundit do t'ishte Shkupi, kryeqendra e vilajetit Kosovës. Më 14 gusht, Isa Boletini, Idris Seferi dhe Bajram Curri hynë në Shkup në krye të 70.000 kryengritësve. Gazetari angleze Edith Durham në librin 20 vjet nga tresa ballkanike shkrua: Shqiptarët ngritën krye si gjithmonë dhe triumfuan. Efekti i këtij krushti shqiptar është elektrizues për shtetet fqinj. Delenda est Albania. Shqipëria duhet prishet. Nisi lufta ballkanike. Serbia, Malizi, Greqia dhe Bullgaria, lidhura me traktate të fshehta, i shpallën luftë Turqisë. Drama e perandorisë osmane në Ballkan ishte një tragjedi kombëtare për Shqipërinë. Shovinistët fqinj, prapa të cilëve dirigjonin fuqitë e mëdha, me zjarre plumb donin të bënin realitet orekset e tyre shekullore, ndarjen e trevave shqiptare. Në këto kushte, patriotët shqiptar me Ismail Qemalin e Luiq Gurakuqi në krye vendosën të shpallin pavarësinë e Shqipërisë. Kishte dëshirë plaku i madh të kishte pranë vetes në ditën e shënuar Hasan Prishtinën, deputetin kryengritës, Trimin Bajram Curri dhe generalin e maleve Isa Boletinin. Dhe Isai erdhi me 400 djem të Kosovës. Vlorë 28 nëntor 1912. Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Shqipëria po dilte nga errësira në dritë. Populli shqiptar na zgjodhi e na dërgoi në këtë mbledhje që të këshillohemi për shpëtimin e atë dheut. Prandaj, ne përfaqësuesit e tij e shpallim Shqipërinë me vetë